Naiviteti i shtirur është gjëja më e shëmtuar, për kujdesja e Brikenës për Stenaldon, modelja e Big Brother VIP kam qef. Për kujdesja që Brikena ka treguar ndaj Stenaldos në ambientet e shtëpisë së Big Brother VIP e ka shqetësuar këtë të fundit. Ai ka rrëfyer në Big Brother VIP se nuk i lejon as të afërmit ose shoqëria e ngushtë. Megjithse sjellja e Brikenës ju është dukur e shtirur banorëve, kjo e fundit ka deklaruar se e bën të njëjtën gjë edhe për banorët e tjerë. Brikena, unë jam një person që jam një person i tillë, i kujdesshëm. E kam parë edhe ata që janë këtu. Është një gjë që e bëj me të gjithë banorët. Jam tip që kam qejf të ndihmoj çdokën. Stenaldo, është kënaqësi të kesh një vajzë si Brikena. Bukuria e Brikenës është shumë e këndshme në të gjithë dimensionin e saj, por të hysh në BBV është të marrësh përsipër një sfidë. Ju më keni parë gjatë qëndrimit në shtëpi, është e vështirë ta lë veten time kaq vulnerabël. Mendoj që është faktike që asnjëri nuk i ka përjetuar. Këtë lloj përkujdesje nuk e pranoj as nga miqtë e mi më të ngushtë, as nga prindërit e mi, jo më në këto rrethana që jemi.